kjerëve të Koresë. Në Kore prodhohet Hyundai, prodhohet Genesisi, prodhohet Kia, prodhohen edhe do brende tjera që janë të famshme shumë në Kosovë. Çto janë kjerët të Koresë? Prodhohet në Kore, eksportohet në Kosovë. Po që ka janë të arë shumë kjerën në Kosovë, janë eksporte prej Koresë. Pra BMW, Mercedes, VW, Audi, kjerët të cilat janë prodhume në Evropë, po të cilat janë eksportu në Kore dhe po rieksportuar në Kosovë, nuk është keri Koresë. Ajo është i prodhuar në Evropë, por provjen prej Koresë. Përdorën në Kore. Pak e komplikova, e zgjenova pak, jo, shumë mirë na keni mu, neve qa. Na keni mu. Realisht, domethënë janë kjerë të prodhume në Evropë, eksportume në Kore. Tash çka ka ndodhur? Në Kosovë janë që diku 3 vjet, në Shqipëri pak më shumë, diku 4 vjet. Çmimet e kjerëve që po eksportohen prej Koresë janë dukshëm më të lira se kjerët që po eksportohen prej Evropës në Kosovë. Janë shumë arsye. Arsyet kryesore, edhe pse nuk vete, përmendi më ne shkurtimisht, në Kore është shprehi e njerëzve, blerësve të kjerëve me ble kjerë të reja. E blen kjerën e ri, e përdor 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, edhe e shet. Kjerët e përdorme në Kore nuk shiten shumë. Që kjo është e para. E dyta është ka subvencione shumë të mëdha në kjerë elektrike. Pra, një person në Kore, ma përpara e blen një kjerë elektrik me një 5.000 euro subvencion, pra me 5.000 euro shtesë, kjerën e ri. E dyta, kjerët që prodhohen në Kore, pra si Hyundai, Kia, nëse nuk përrojnë dhe një është edhe Renault, Renault janë Kore, është pak më ndryshe, është Renault, Korea, Samsung, si brand, janë kvalitet shumë të mirë edhe popullata pi blen çato kjerët veta. Pra kur kërkesa në Kore ora e këtyre veturave, në këtë rast çmimi është shumë i ulët. Edhe çfarë po bojnë, në këtë rast unë më thonë që edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe shqiptarët e Kosovës janë shumë të aftë në biznes edhe në tregti, edhe e kanë gjetë që treg, kjerë shumë lirë, kjerë të njëjta. Na e kena bo këtë analizë, që deshta me thonë që është kena mbrit deri te kjerët e Koresë, në fillim kër i kena po, kena thonë diçka nuk kanë rregull se shumë lirë. Mbasi nuk janë lirë, që tha kolega, ndoshta nuk janë cilësi. Edhe na e kena pas këtë dyshim, kur e kena marrë, e kena analizu, nuk kena mujt kur gjo me gjetë që ka dallim këto kjerë për kjerëve të Evropës. Tash, për mos me marrë për fjalë, kjerët këshia ka në Kore, po kjerët këshia ka dhe në Evropë.